Ndryshimet në kodin zgjedhor vështirë të miratohen, kryeministri është pesimist, akuzon opozitën për obstruksion. Çmimi i dizelit të hënën pritet të rritet për 2 deri në 3 denar, rritja vjen pas rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Gra, nëna, bashkëshorte dhe vëllezër të rrahur, 9 raste të dhunës në familje për 24 orë, 5 të arrestuar. Përdhunoi të miturën në Shkup ndërsa shoku i tij inqizoi aktin. Dhunuesi tentoi ta përsërisë veprën, arrestohet nga policia. Shëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja, pavarësisht porosisë euroambasadorit dhe takimit të së shtunës me përfaqësuesit politik, partitë politike nuk arritën që të parafrojnë qëndrimet rreth kodit zgjedhor. Votimi i diasporës vazhdon të jetë pika kryesore e mosmarrëveshjes mes pushtetit dhe opozitës. Kryeministri Kristian Mickoski sot është shprehur pesimist se mund të arrihet marrëveshje dhe se akuzoi opozitën se po bojkoton agjendën reformuese. As takimi i djeshëm i partive politike nuk rezultoi me konsenzus për ndryshimet në kodin zgjedhor pasi opozita vazhdon të kundërshtoj votimin e diasporës. Kryeministri Kristian Mickoski tha sot se qeveria është e gatshme të pranojë kërkesat e opozitës që modeli zgjedhor të jetë me një njësi zgjedhore, si dhe kërkesat e opozitës për më shumë para për financim të fushatave për partitë më të vogla nëse opozita pranon që të miratohet kodi i ri zgjedhor. Ai tha se VMRO-DPMN në takimin e djeshëm e ka përsëritur qartë qëndrimin se futja e votimit të diasporës është një qëllim strategjik, por disa nga partitë politike kanë dalë me qëndrime që sipas tij nuk lënë hapësirë për marrëveshje. Ne nuk jemi shtet konsensual, as sistem një partijak, që të gjithë vendimet të merren me konsensus e para. E dyta, duhet të gjejmë një mënyrë. Ne në tavolinë e kemi paraqitur edhe propozimin ton të votohet me postë, me letra, siç është e mundësuar në disa 10 vende të anëtare të Bashkimit Evropian. Pra jemi të gatshëm të pranojmë gjithçka të pranojmë, edhe një njësi zgjedhore, si dhe një buxhet më të madh për ato parti që nuk janë pjesë e 4 partive më të mëdha. Le të ketë, le të reklamohen nëse mendojnë se kjo duhet, vetëm të sjellim kodin zgjedhor. Ai mëtej akuzoi opozitën se po e bojkotojnë procesin që vendi të përmbushë 10 nga 10 indikatorët e agjendës së reformave. Indikatori vetëm që ka mbetur është kodi zgjedhor. Ne nuk duam që ai të miratohet me flamur evropian, as që i gjithë procesi të jetë imponuar në ndonjë mënyrë. Mendonim se kemi të bëjmë me njerëz të pjekur dhe të përgjegjshëm që kujdesen për të ardhmen e vendit, por duket se interesat partijake, moçali politik partijak, interesat financiare dhe disa interesat të tjera janë përpara dhe mbi gjithçka. Ne këtu nuk mund të ndihmojmë, por pas takimit të djeshëm jam gjithnjë e më pak optimist. Qeveria në kodin e ri zgjedhor propozon që diaspora të mund të votojnë në mënyrë elektronike dhe ky model të hyjë në fuqi nga zgjedhjet presidenciale të vitit 2029, por opozita është kundër kësaj duke argumentuar se kjo lë hapësirë për keqpërdorime zgjedhore. Për të bllokuar ligjin, LSDM dhe Levica kanë ndërzuar 13.000 amandamente në Komisionin Parlamentar që duhet ta kalojë ligjin. Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut Kristian Mickoski tha se pret që gjatë ditës së nesërme çmimi i naftës të rritet për 2 deri në 2 denare gjysmë, ndërsa ai benzinës për rreth 1 denar. Ai tha se kjo rritje vjen për shkak të rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Javët e fundit derivatet e naftës kanë shënuar rënje të konsiderueshme si pasojë e arritjes së marrëveshjes për ndaljen e luftës në Iran. Në këtë mënyrë, pas një periudhe disa mujore me çmime shumë të larta të derivateve, ku në tregjet botërore çmimet arritën edhe mbi $100 për një fuqi, javët e fundit është vërejtur stabilizimi i çmimit të naftës. Momentalisht, çmimi i dizelit në Maqedoninë e Veriut është 80 denar, ndërsa çmimi i benzinave varion nga 84 deri në 86 denar.
Sipas kalkulimeve tona kemi rritje të naftës në javën e kaluar në bursat botërore, 5%, 6% dhe rritje të vogël të benzinave për 2 deri në 3%. Presim të kemi rritje për 2 deri në 2.5 denar për litër naftë dhe rreth 1 denar për benzinën, por të shohim, Komisioni Regulator t'i tregoj numrat e fundit, por edhe përkundër faktit se bëhet fjalë për një produkt në bursë, nesërish mbetemi bindshëm shtetje me çmimet më të ulta të naftës dhe të benzinës. Brenda 24 orëve të fundit, Ministria e Punëve të Brendshme ka regjistruar 9 raste të dhunës në familje në disa qytete të vendit. Rastet përfshin sulme ndaj bashkëshortëve, nënave, partnereve dhe familjarëve, ndërsa në 5 prej tyre janë autor të arrestuar. Në disa incidente të dyshuarit ishin në ndikimin e alkoolit dhe janë raportuar edhe kërcënime me mjete të mprehta. Gjatë 24 orëve të fundit, Ministria e Punëve të Brendshme ka evidentuar 9 raste të dhunës në familje në disa lokacione të ndryshme në vend. Në 5 raste autorët janë privuar nga liria, ndërsa me 3 persona zhvilluar bisedë zyrtare. Në Kumanov është arrestuar një 32 vjeçar, i dyshuar se ka sulmuar fizikisht nënën e tij në shtëpinë familjare. Në Tedov, policia ka arrestuar një 62 vjeçar, i cili, sipas kallëzimit të 2 djemve të tij, në ndikimin e alkoolit, i ka sulmuar fizikisht dhe i ka kërcënuar me një mjet të mprehtë. Në komunën e Çashkës është arrestuar një 28 vjeçar, i dyshuar se ka sulmuar partneren e tij jashtëmartësore, duke përdorur edhe një send të fortë. Gjatë kontrollit është konstatuar se ai ishte në ndikimin e alkoolit. Në Veles, një 24 vjeçar është privuar nga liria për shkak të kërcënimeve ndaj ish partneres së tij dhe sulmit fizik ndaj një shoku të saj në një lokal. Në një rast tjetër në Veles, policia ka zhvilluar bisedë zyrtare me 3 persona, pasi një burr ka raportuar se ishte sulmuar fizikisht nga vëllai, nusja dhe babai i tij. Në Shkup, një grua 41 vjeçare ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti në shtëpinë familjare, ndërsa një vajzë 21 vjeçare ka raportuar se ka marrë kërcënime nga partneri i saj. Në Shtip, është arrestuar një 39 vjeçar, i cili, sipas kallëzimit, ka kërcënuar ish bashkëshortën e tij dhe ka shkelur masën gjyqësore për mbrojtje nga dhuna në familje. Në Pehçef, një grua 46 vjeçare ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj para një objekti hotelerik. Nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se për të gjithë rastet janë njoftuar prokurorët publik kompetent, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rasteve do të parashtrohen kallëzimet përkatëse. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur të shtunën në Shkup, kur një person ka përdhënuar një të mitur, ndërsa shoku i tij e ka inqizuar aktin. Përdhënuesi ka tentuar që ta përsërisë veprën, por nëna e të miturës se ka paraqitur rastin në polici dhe ai është arrestuar. Një burr nga Shkupi përdhunoi një të mitur dhe e filmoi aktin. Pastaj u përpoq ta përsëriste. Njofton Ministria e Punëve të Brendshme, nga ku mori një raport denoncimi nga nëna e saj. Ky rast shqetësues përdhunimit të një të miture ka tronditur Shkupin, pasi nëna e vajzës paraqiti një raport zyrtar në Ministrinë e Punëve të Brendshme dje, nga ku sipas pretendimeve në raport, autori përdori pozicionin dhe besimin e tij për të përdhunuar të miturën. Autori është një burr nga Shkupi i cili përdori pozicionin dhe besimin e tij për të përdhunuar të miturën, duke dokumentuar aktin me një regjistrim video në telefonin e tij celular. Rasti mori pesh shtesë pasi dyshuari pa asnjë keqardhje u përpoq të kontaktonte përsëri viktimën me qëllim që ta përsëriste krimin. Pasi mësoi përsjelljen monstruoze të burrit nga Shkupi, nëna e të miturës kërkoi menjëherë ndërhyrje nga policia. Policia veproi menjëherë sipas raportit dhe ndërmori të gjitha masat e përcaktuara me ligj për të zbardhur rastin. I dyshuari u gjet dhe u arrestua. Ministria e Punëve të Brendshme konfirmoi se po punon intensivisht për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje kriminale. Pas udhëzimeve të prokurorit publik, kundër autorit do të ngrihen kallëzime penale përkatëse për veprën penale të rëndë kundër shturjes seksuale dhe mbrojtjes së të miturve, gjë që pritet të çojë në nxjerrjen e tij para një gjyqtari për procedurë paraprake.
Ministria e Punëve të Brendshme ka shpallur konkurs për pranimin e 200 nxënësve në shkollën e mesme të policisë 7 maj, ku mund të aplikojnë nxënësit që kanë përfunduar vitin e 2 të arsimit të mesëm. Kandidatët do t'i nënshtrohen testit fizik, testit me shkrim dhe intervistës. Pas përfundimit të shkollimit të diplomuarve do t'ju sigurohet punësim si oficer policie. Konkursi është i hapur për 15 ditë, ndërsa procesi për zgjedhjes pritet të përfundojë në mes të muajit gusht. Nxënësit që kanë përfunduar vitin e 2 të arsimit të mesëm në çdo shkollë të mesme 4 vjeçare në vend do të mund të aplikojnë për regjistrim në shkollën e mesme të policisë 7 maj në Akademinë e Policisë në Ministrinë e Brendshme. Ministria e Punëve të Brendshme shpalli konkurs për pranimin e 200 nxënësve. Nxënësit që regjistrohen do të ndjekin mësime në lëndët e arsimit profesional dhe të përgjithshëm dhe do të qëndrojnë në një konvikt si pjesë e qendrës së trajnimit të Ministrisë së Brendshme në Idrizov, ku janë shkolluar 24 breza oficerësh policie nga viti 1972 deri në vitin 2000 në ish shkollën 4 vjeçare të policisë. Në përputhje me thirrjen publike kur të diplomohen, Ministria e Brendshme do t'u sigurojë atyre një vend pune si oficer policie. Për të regjistruar, kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e konkursit dhe të kalojnë procesin e përzgjedhjes, i cili do të përbëhet nga 3 faza: një test i aftësive motorike, një test me shkrim dhe një intervistë individuale me kandidatin. Konkursi është i hapur nga 3 korrikut dhe do të zgjas 15 ditë, ku të interesuarit duhet të dorëzojnë dokumentet e nevojshme së bashku me aplikacionin, i cili është i disponueshëm për shkarkim në thirrjen e Ministrisë së Brendshme. I gjithë procesi i zbatimit të konkursit dhe përzgjedhjes pritet të përfundojë rreth mesit të gushtit. Kandidatët do të përzgjidhen nga një komision i përbërë nga kryetari dhe 4 antarë dhe zëvendësit e tyre nga njësiti përkatës organizative të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Shkolla e mesme e policisë, Akademia e Policisë, u krijua me vendim të qeverisë dhe bazuar në ligjin për shkollën e mesme të policisë, i cili u miratua në gusht të vitit të kaluar për shkak të mungesës së arsimit të mesëm të formalizuar policor. Sistemi qyteti i sigurt në rajonin e Ohrit është në fazën përfundimtare të përgatitjeve para kulmit të sezonit turistik veror, ndërsa janë kryer testimet teknike të kamerave në pikat kryesore hyrëse të qytetit. Rreth 40 kamera moderne do të monitorojnë automatikisht trafikun dhe do të evidentojnë shkeljet për të rritur sigurinë rrugore. Pas përfundimit të të gjitha kontrolleve teknike, sistemi do të nisë funksionimin e rregullt me sanksionim automatik. Në pritje të pjesës më intenzive të sezonit turistik veror, sistemi qyteti i sigurt në rajonin e Ohrit po hyn në fazën e fundit të përgatitjes. Këto ditë u kryen testime teknike të kamerave në vendbanimin në Raça, në rrugën për në plazhe dhe Shën Naum dhe në hyrje të Ohrit nga drejtimi i manastirit. Nga sektori i punëve të brendshme Ohër informuan se kontrollet teknike të kamerave kanë përfunduar dhe pas vlerësimeve dhe rekomandimeve të ekipeve të ekspertëve, pritet përfshirja e tyre aktive në sistemin qyteti i sigurt. Paralelisht po kontrollohen edhe pajisjet e mbetura të instaluara në të gjithë Ohrin dhe Strugën. Qëllimi është që gjithë sistemi të jetë plotësisht funksional para kulmit të sezonit turistik, kur mbi ngarkesa e trafikut në hyrjet e qytetit dhe në plazhe është në nivelin më të lartë. Sipas informacioneve nga policia, rreth 40 kamera moderne janë instaluar në zonën e mbuluar nga policia rrugore e Ohrit. Ato janë të vendosura në hyrjet dhe daljet kryesore të qytetit, në rrugët për Manastir, Shkup, Kërçov dhe Shën Naum, si dhe në bulevardet dhe pjesët më të frekuentuara të qytetit që çojnë në vendbanime turistike dhe plazhe. Sistemi është i destinuar për monitorim automatik të trafikut, zbulimin e shkeljeve dhe përmirësimin e sigurisë rrugore. Policia thekson se qëllimi i saj kryesor është të zvogëlojë numrin e aksidenteve rrugore, veçanërisht ato me pasoja më të rënda, si dhe të inkurajojë një disiplinë më të madhe në trafik tek shoferët. Edhe pse periudha deri më tani është përdorur për testime teknike pa sanksionim automatik, policia njofton se pas përfundimit të të gjitha kontrolleve, sistemi do të fillojë funksionimin e rregullt. Duke pasur parasysh që Ohri pret 10 mijëra vizitorë gjatë muajve të verës, funksionimi i qytetit
të sigurt do të jetë një nga mekanizmat kryesor për menaxhimin e presionit të rritur të trafikut dhe përmirësimin e sigurisë së të gjithë përdoruesve të rrugës. Gjatë 24 orëve të fundit në vend janë regjistruar 17 zjarre në ambiente të hapura, sipas qendrës për menaxhimin e krizave. 16 prej tyre janë shuar, ndërsa një zjarr mbetet nën kontroll. Zjarri aktiv ndodhet në territorin e fshatit Belic në komunën e Makedonski Brodit, ku flakët kanë përfshirë pyll me pisha dhe vegetacion të ulët. Ndërkohë, zjarret janë shuar në disa komuna përfshirë Gjorgje Petrovin, Velesin, Negotinën, Bogdancin, Strumicën, Besilovën, Vasilevën, Krivapalankën, Prilepin, Karbincin, Shtipin, Berovën, Butelin, Kumanovën, Brvenicën dhe Krivogoshtanin. QMK njofton se situata po monitorohet vazhdimisht dhe u bën apel qytetarëve të tregojnë kujdes në ambiente të hapura për të parandaluar zjarre të reja. Rezistenca popullore kundër kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama nuk njeh të ndalur. Ditën e sotme në orën 19 do të mbahet protesta 36 masive ku qytetarët do të derdhen sërish në shesh me kërkesën e panegocueshme për largimin e menjëhershëm të kreut të qeverisë. Koordinatorët e tubimit u kanë bërë thirrje të fortë të gjithë shqiptarëve, jo vetëm atyre brenda kufive nga çdo cep i vendit, por edhe mbështetësve të shumtë të diasporës që kanë udhëtuar drejt Tiranës, që t'i bashkohen këtij marshimi vendimtar. Sipas planit organizimit, grumbullimi i parë i dalgës së protestuesve do të nisë në sheshin Skenderbej. Më pas, marshimi madhështor do të zhvendoset drejt godinës së kryeministrisë, aty ku do të kulmojë edhe revolta qytetare. Kërkesa kryesore e kësaj lëvizje të pandalshme mbetet vetëm një: rrëzimi i Edi Ramës. Organizatorët kanë bërë të qartë se sheshet nuk do të braktisen dhe askush nuk do të tërhiqet pasi deri në përmbushjen e plotë të këtij qëllimi. Përmes mesazhit të prerë dhe të qartë, ju erdhi fundi, qytetarët janë ftuar të marrin pjesë masivisht në këtë përballje radhazi për të treguar se legitimitetin e kësaj qeverie i ka ardhur fundi. Presidenti i Amerikës Donald Trump ka zhvilluar biseda telefonike me dy kryetarët e Ukrainës dhe Rusisë. Presidenti Vladimir Zelenski tha se kishte zhvilluar një bisedë shumë të mirë me Trump, gjatë të cilës përveç urimeve për 250 vjetorin e pavarësisë, u diskutua edhe për situatën në vijat e frontit. Zelenski theksoi se ka një perspektivë reale për t'i dhënë fund konfliktit dhe se Trump kishte rënë dakord për të vijuar bisedime gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s në Ankara nga data 7 deri më 8 korrik. Nga ana tjetër, edhe Kremlini konfirmoi se presidenti Vladimir Putin zhvilloi një bisedë telefonike me homologun amerikan. Këshilltari i presidentit Yuri Ushakov saktësoi se gjatë bisedës që zgjati 1 orë e 25 minuta, Putin e uroi Trump për festën. Natyrisht, presidenti preku edhe çështjen e territoreve ukrainase edhe në prag të pjesëmarrjes së ardhshme të Trump në samitin e NATO-s në Turqi, tha Ushakov. Ai shtoi se Trump kishte riafirmuar gatishmërinë e tij për të lehtësuar fundin sa më parë të armiqësive dhe për të kërkuar zgjidhje për të tejkaluar krizën. Një anije prej drurit që transportonte student që ktheheshin nga provimet shtetërore është fundosur në Republikën Demokratike të Kongos Qendrore, duke vrarë të paktën 20 persona, thanë autoritetet. Anija u mbyt teksa hyri në bashkimin e lumenjeve Sankuru dhe Kasai në provincën Kasai të premtën, sipas dëshmitarëve okular. Pati 80 të mbijetuar dhe 20 trupa të pajet, tha Francisco Kabula, administratori i territorit Lebo në provincën Kasai. Megjithatë, Çikuide Jan, i cili është dëshmitari i fundosjes, tha agjencisë së lajmeve se anija mbante më shumë se 200 persona.
Fatkeqësitë vdekjeprurëse me anije janë të zakonshme në vendin e Afrikës Qendrore, ku shpesh fajsohen udhëtimet natën dhe anijet e mbipopulluara. Standardet e dobëta të sigurisë dhe mungesa e infrastrukturës në zonat e largëta kanë kontribuar në qindra vdekje në vitet e fundit. Autoritetet meksikane kanë sekuestruar 2,99 ton kokain gjatë një operacioni të madh antidrogë në Oqeanin Paqësor, duke arrestuar 4 persona që ndodheshin në 2 anije. Sipas autoriteteve, operacioni u zhvillua pas një aksioni të koordinuar të mbikëqyrjes detare dhe ajrore në ujërat pranë shtetit të Oaxaca në jug të Meksikës. 2 anije u ndaluan nga një patrull e marinës meksikane. Gjatë kontrollit, efektivët zbuluan 86 pago që përmbanin në rreth 2.990 kg kokain, gjithashtu u sekuestruan edhe 20 kontonjer me rreth 1.000 litra karburant që dyshohet se përdoroj për transportin e drogës. Ky operacion vjen në një periudhë të shtimit të aksioneve kundër karteleve të drogës në Meksik, mes presionit në rritje nga Shtetet e Bashkuara për të frenuar trafikun e narkotikave. Kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru pafshi.